Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Si që keni parasysh, që kemi fillu me uh, kapitullin e tejemumit. Dhe inshallah dhe sot do të vazhdojmë prap rreth dispozitave të tejemumit, ato ku kemi mbetur. Kemi mbetur tek fjala e autorit Allahu mëshiroft ku thot: "Wa in wajada ma'an la yakfi taharatahu ista'malahu thumma tayammama." Autori po përmend tash çështjen tjetër në vijim dhe po thot nëse nuk gjen ujë të mjaftueshëm do për me marr abdes për shembull, ose për me marr gusull, thot ista'malahu thumma tayammam. E përdor thot aq sa ka mundësi, e përdor çata ujë, pastaj merr tejemmum. Kjo është edhe mendimi me dhejbit Hanbeli dhe Shafi. Nëse njeriu nuk ka ujë të mjaftueshëm, me ata ujë mundet me i marr vetëm gjysën e abdesit për shembull, pastron durët për shembull, syt, edhe ma shumë nuk ka, atëherë autori po thot që me marr ujë atë sa, me marr abdes atë sa ka ujë, edhe për pjesën tjetër thjesht vetëm merr tejemmum si zëvendësim i asaj. Ky është mendimi i parë. Dhe këtë e thonë duke u bazu në ajetin ku thot Allah subhanahu wa ta'ala: "Fattakullaha mastata'tum." Keni frikë Allahun atë sa keni mundësi. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an ka thënë: "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban." Nëse nuk gjeni ujë, atëherë merrni tejemmum pe sa'idit të pastër. Sa'id do kemi thënë që është diçka e cila, çdo gjë e cila është pjesë e tokës, lloj të tokës, si dheja apo rëra. Domethënë, duke u bazu në ajet që Allah subhanahu wa ta'ala ka thënë keni frikë Allahun atë sa keni mundësi, atëherë thot kjo është edhe gjendja e personit i cili nuk ka ujë të mjaftueshëm që të ketë frikë Allahun sa ka mundësi, do të thot të merr abdes me atë sa ka mundësi, me ata ujë. E pastaj ta vazhdon me tejemmum. Ndërsa ajeti tjetër po thot felem tajidu ma'an, nëse nuk ka ujë. Ndërsa përderisa ti ki ujë, edhe nëse është pak, ti nuk quhesh, nuk quhet gjendja pa ujë, domethënë ashtu që ka ardhur në ajet. Në ajet ka thënë që nëse nuk keni ujë, kështu që ti duhet me shfrytzu thënë ata ujë për atë sa ka mundësi, dhe pastaj kur të mbetesh pa ujë, vjen gjykimi i tejemmumit. Për shkak se në atë moment ty të lejohet tejemmumi dhe jo kur ki ujë. Po ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: "Inna as-sa'ida tayyiba tahurun, wa in lam tajid al-ma' ila 10 sinin." Kjo sa'idi dheju ose rëra që do qoftë i pastër, edhe është i pastër, edhe i pastër në vetvete edhe për pastrim, edhe nëse nuk gjen ujë 10 vjet. Ndërsa nëse e gjen ujë, atëherë duhet me pastru, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, ndërsa mendimi i dytë është me thot vetëm me marr tejemmum. Me marr tejemmum. Ky është mendimi i Hanefive dhe mendimi i Imam Malikut. Thonë për shkak se ti përderisa nuk i ujë të mjaftueshëm, atëherë kjo në kupton që ti konsiderohesh sikur nuk i ujë. Për shkak se nuk mundesh me përfundu ibadetin deri në fund. Këtë rast ibadeti një adhurim, që këtë rast është abdesi. Edhe thonë është një rregull i parem që nëse një pjesë një ibadetit që është i lehtësuar, nuk quhet ibadet, atëherë nuk je i obliguar me ardhur me të. Për shembull në këtë rast, nëse ti i pastron çdo pjesë të abdesit me ujë edhe e lën me kaq, a konsiderohesh që ajo pjesë abdesit që ti e ke përfunduar adhurimin? Thonë jo, atëherë nuk je i obliguar me ardhur me to. Kështu që në këtë rast ti konsiderohesh sikur nuk i ujë edhe merr vetëm
tejemmum. Ky është mendimi i dytë. Dhe inshallah mendimi ma afër të vërtetës, inshallah është mendimi i parë, që njeriu ta ketë frikë Allahun atë sa ka mundësi. Dhe përderisa ka ujë, atëherë ti duhesh me përdor ujin dhe pastaj kur të mbetesh pa ujë, thjesht merr tejemmum dhe kështu llogaritesh që ke marr abdes. Mirë. Pastaj autori, Allahu mëshiroft, vazhdon edhe thot: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. Tash po përmend rastin kur njeriu ka plagë dhe thot tejemmumi për plagën bëhet në atë rast kur vjen koha e pastrimit të asaj gjymtyre, nëse nuk ka mundësi me i dhënë mes me ujë. Dhe pastaj i pastron pjesën tjetër që është e shëndosh domthonë. Mirë. Domthonë tejemmumi qenë ka në vend të plagës. Kjo është një rast tjetër ku përdoret tejemmumi. Kuptohet nëse nuk ka mundësi me i dhënë mes me ujë, qysh mes me ujë, domthonë ashtu siç i dhojmë kokës. Për shembull, nëse njeriu ka plagë edhe me gju ujë kështu shumë mundet me i bë dëm. Mirë, po nëse me dorë të lak mundet veç me i dhënë plagës përmi dhe kjo nuk bën dëm, atëherë në këtë rast do të mi dhënë mes. Mirë, po nëse nuk mundesh as mes, as me pastru, për shkak se mundet me dëmtu plagën, atëherë në këtë rast po thot me bë tejemmum. Tash, o raste të ndryshme domthonë kur personi mundet me pas plagë. Rasti kur që e përmend domthonë që mundet me i dhënë mes. Për shembull, plaga nuk është aq e rëndë që nëse i jep me ujë të lagt plagës, nuk bën dëm, atëherë në këtë rast obligohet gusli. Obligohet domthonë meshi dhe nuk ka nevojë për tejemmum. Ndërsa në rastin kur nuk ka nevojë, domthonë nuk mundet as mes, domthonë as me pastru, atëherë në këtë rast bëhet tejemmumi. Në rastin kur ka fash mbi plagë, atëherë i jepet mes fashës dhe nuk ka nevojë për tejemmum, sipas mendimit më të saktë. Mirë, tash këtu vjen një çështje tjetër, domthonë tek ky mendim i parë. Domthonë, thonë mirë, tash nëse marrëm abdes me ujin që ka mbet, te kjo tejemmumi në vend plagës, nëse marrëm abdes dhe vjen koha e vend plagës edhe duhet me marr tejemmum, a duhet me kanë me renditje apo nuk duhet me kanë me renditje? Këtu ka khilaf domthonë mes dietarëve. Disa thojnë është patjetër me kanë me renditje. Qysh, për shembull, nëse ti ke në dorë plagë, thonë ti dosh me i kry tjera që janë përpara, pastaj kur vjen koha me pastru çatë dorë ku e ke plagën, atëherë merr tejemmum dhe vazhdon me ujë pjesët e tjera. Ky është mendimi i parë. Mendimi i dytë thonë jo, nuk ka nevojë të me vepru, mirë po, mjafton ti me marr abdes me ato të cilat ki mundësi, domthonë me pjesë tjera, me gjymtyr tjera, edhe tejemmumin e lën në fund. Edhe këtë mendim e ka zgjidhur Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, Allahu mëshiroft. Në këtë rast, është ky rast, ky mendim inshallah është mendimi më i saktë, që me lën tejemmumin në fund, për shkak se siç thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, ka vështirësi të mëdha që njeriu me marr abdes, pastaj kur vjen te koha plagës me marr tejemmum, pastaj me fillu prap me i pastru pjesë tjera. Çka nëse domthon personi ka 2 ose 3 plagë. Mundet me pas plagë në fytyrë, me plagë në dorë edhe në këmbë. Tash domthon me pastru atë pjesë, pastaj kur vjen puna me marr tejemmum, duhet me fshi nashta durt që me marr tejemmum mbi pluhun ose dhë, pastaj duhet me fillu me i pastru pjesë tjera, pastaj kur vjen koha për shembull te dora me apet me marr tejemmum, e kështu me radhë. Kështu që mendimi inshallah më afër të vërtetës është që njeriu merr tejemmum në fund, i pastron pjesët e tjera të abdesit dhe tejemmumin e lën në fund që në vend të plagës.
Pastaj çështja tjetër që autori përmend po thotë wa talabul ma'i fardun, dhe kërkimi i ujit është obligim. Kërkimi i ujit është obligim. Dhe thot fa in nasiya qudratahu alayhi wa tayammama a'ad. Mirë, tash kjo mesela tjetër. Dhe nëse harron që uji ka qenë prezent, ka harru domthonjë që e ka lënë ujin dikun për shembull. Nuk ka kërku shumë, dhe ai ka pas ujë realisht, ka lënë në një vend edhe ka harru, ka mshef dikun. Edhe ka harru që ka ujë. Dhe ka marrë temum, atëherë autori po thot me përsërit namazin. Mirë, këto janë dy raste realisht. Duke qenë në namaz, edhe pasi e ka falë namazin. Duke qenë namaz, nëse të kujtohet që ti ki ujë, atëherë do të me la namazin edhe me marrë abdes. Dhe për këta ka ixhma. Mirë, po nëse tu ka kujtu, masi e ke falë namazin. Tu ka kujtu që ke pas ujë, masi e ke falë namazin, atëherë këtu ka khilaf. Mendimi i parë se duhet përsëritet, siç tha edhe autori, nuk e bëni dallimin. Donë Hambeli, Shafit edhe një rivajet e Imam Malikut, thonë duhet me përsërit. Për shkak se ti konsiderohesh që ke marrë temum duke pas ujë. Dhe kështu që ti nuk i arsyetuar për temum. Dhe i bjen sikur e kanë pa abdes. Dhe njeriu që ka harru që nuk ka abdes, masi e ka falë namazin, çka i themi atij? I themi që duhet me përsërit namazin. Duhet me marrë abdes dhe me përsërit namazin nëse ke mendu që s'ki abdes. Por që ti përderisa ke marrë abdes, domthonjë ke marrë temum, duke pas ujë, atëherë në këtë rast harresa, domthonjë nuk është arsyetim. Për shkak se thonë kemi rregull në fik që thonë ajo çështje e cila lidhet me urdhresa, domthonjë te haku i Allahut, nuk arsyetohesh me harresë. Ndërsa në rastet kur ka ndalesa, atëherë në këtë rast po arsyetohesh domthonjë me harresë. Për shembull, për me marrë abdesin me ujë, këtë është urdhër. Domthonjë ki urdhër që abdesi duhet me qenë me ujë. Ndërsa për shembull ty të ndalohet me u falë me një robë e cila ka pa pastërti. Domthonjë kjo është ndalesë. Kështu që nëse njeriu ka harru që ka në robën e tij pa pastërti edhe ka falë namazin edhe i ka rënë mend pas namazit, atëherë në këtë rast, nëse i ka rënë mend pas namazit që në robën e tij ka pa pastërti, nuk e përsërit namazin. Mirë, po nëse ka harru që nuk ka abdes, e përsërit namazin. Edhe këtë rast domthonjë është rasti i njëjtë, që do të me përsërit për shkak se ai nuk u koni arsyetuar për me marrë temum, sepse uji ka qenë, ndërsa harreza nuk është arsyetim shariatik. Ndërsa edhe Allah subhanahu wa taala në Kur'an po thotë falam tajidu man, nëse nuk ka ujë. Kjo është kushti. Ndryshe nëse uji, nuk ka thonë nëse nuk e keni ditë që ka ujë, thonë dietarët, mirë, po ka thonë nëse nuk ka ujë. Patjetër do të më keni sigurt që nëse nuk ka ujë. Ndërsa nëse të kujtohet që ka pas ujë, atëherë nuk ajeti nuk të arsyeton që me marrë temum dhe duhet me përsërit namazin. Tash njeriu këtu në këtë rast dietarët e konsiderojnë ata i cili u kanë mangët edhe në kërkim të ujit, domthonjë që thanë kërkimi i ujit është obligim. Dhe ti ke qenë i mangë dhe nuk ke bërë sebepet. Po edhe nëse ke marrë sebepet, ne themi inshallah nuk ki gjuna, mirë, po prapë se prapë kjo harresa nuk të arsyeton në këtë çështje. Ndërsa mendimi i dytë, që është Hanefit edhe Imam Maliku në rivajet, thonë jo, nuk ka nevojë me përsërit namazin. Për shkak se Allah subhanahu wa taala ka thonë Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. O Zoti ynë, mos na merr në llogari për atë që ne kemi harru ose kemi gabuar, dhe thonë se harresa është arsyetim shariatik. Mirë, po inshallah, mendimi më afër të vërtetës është mendimi i parë, që njeriu duhet me përsërit namazin nëse ka marrë temum duke qenë ujë ato edhe nëse ka harru. Domthonjë që ka pas ujë edhe për me arrit domthonjë një kusht
si kjo, nuk arsëtohet me harres. Mirë. Pastaj autori fillon me i përmend farzet e abdesit edhe thot وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. Edhe farzet e tejemumit thot është meshi i fytyrës. Don me fshi fytyrën. Pastaj thonë me fshi dur deri te kyçi. Dhe thot në abdes, do në tash po bën dallimin ato, ndërsa në abdes thot është obligim edhe renditja dhe vazhdimësia, mos ndërpreja, do në këtyne dy të para. Renditja do në që me kanë e para fytyra, pastaj me kanë fshirja e durve deri te kyçi, dhe mos ndërprerja do në që mos me bati mesin e fytyrës se tani me u vanu mos një kohë me fshi dur. Kjo është për qëllim. Mirë. Pastrimi do meshi i fytyrës, kjo duke u bazu edhe në ajetin ku Allah subhanahu wa taala thot famsahu bi wujuhikum, dhe me fshi fytyrat e juaj, do në është obligim meshi. Edhe kjo është shtyllë do në tejemumit, edhe është me pajtim të krejt medhhebeve. Edhe kuptohet këtu hyn edhe mjekra, për shembull i qet durt do në për dhej, ose e godit tokën, dhe pastaj e fshin fytyrën. Kuptohet, pastaj edhe ja bën sipërfaqësisht do në mjekrës. Pastaj tha wa yadayhi ila ku'ayhi, edhe fytyrat edhe dorën deri tek kyçi. Tash këtu është një khilaf se Hanefit edhe në fakt Malikit kanë thonë deri te bryllat. Mi po mendimi më i saktë është se deri te dora, për shkak se kur Allah subhanahu wa taala ose në gjuhë arabe kur thuhet vetëm dorë, nuk kufizohet me diçka tjetër ose nuk përmendet diçka shtesë, atëherë është për qëllim dora deri te kyçi dhe jo dora komplet. Andaj edhe Allah subhanahu wa taala në Kur'an e ka përmendur që ka thonë me marr abdes deri te bryllat. Ka përmend diçka shtesë, atëherë në këtë rast po. Mirë, po nëse përmendet vetë fjala dorë, atëherë është për qëllim do në dora deri te kyçi. Mirë. Ndërsa sa i përket e tërtibit, që është renditja në këtë rast, atëherë edhe këtu do ka khilaf të renditja dhe të vazhdimësia mes dietarëve. Disa thonë që nuk është obligim dhe disa tjerë thonë që është obligim. Mirë, po inshallah ma sigurt, ma afërt është që të ketë edhe renditja të jetë ashtu siç ka ardhur në për hadithe, edhe njëkohësisht edhe vazhdimësia. Mirë, domthon ajo që është ardhur në hadithe është goditja me dy dur, do thonë në tokë. Ashtu që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith inma yakfika hakadha, edhe ka godit tokën. Pastaj e ka fshi fytyrën dhe pastaj pasi e ka fshi fytyrën, i ka fshi do thonë duart, në të djathën, në të majtën me të djathën dhe të djathën me të majtën. Dhe në një hadith është ardhur që ja ka bë dorës domethënë vetëm sipërfaqësisht. I ka fshi dorën sipërfaqësisht të dyat. Edhe është mjaftu me kaq. Pastaj ka khilaf të a do të një herë me marr apo dy herë, domethënë një herë për fytyrë tani edhe për dur. Mendimi më i saktë është inshallah se është një herë, se kështu është ardhur në hadithe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një herë ka marr, dhe ose një herë ka, për shembull në këtë rast nëse themi te muri, vetëm një herë m'ia bë murit me dur, edhe pastaj mjaftohesh me ato edhe për fshirjen e fytyrës edhe për fshirjen e dorëve. Domthon kjo është forma e tejemumit. Dhe duhet me di që tejemumi e ka një formë,
qoftë nëse themi për abdes, qoftë nëse themi për gusull, ose kur themi në rastin e plagës e kështu me radhë, domthonë kjo është e njëjta formë, nuk ndryshon. Edhe nëse e ki njëjtin për abdes, edhe nëse e ki njëjtin domthonë për gusull, është e njëjta formë. Pa u zgjat shumë në këto dy mesela, inshallah ma mirë dhe ma afërt, edhe nuk është e rëndë që njeriu të ketë këtë renditje dhe të mos të ndajë domthonë mesin e fytyrës edhe mesin e durve për një kohë të gjatë. Tash si është kjo ndarja, është për qëllim për shembull nëse ti kishe lag me ujë fytyrën, që mos me u të tërë fytyra që me pastru dorën. Don kështu me kuptu çka do të thotë që kjo koha që e ke zgjatë shumë. Mirë. Ndërsa kjo që përmeni autori veç në abdes, kam për qëllim për shkak se në gusull thonë është sikur një gjymtyre vetme. Për shkak se gusli, minimalja e guslit është me pastru krejt trupin. Kështu që konsiderohet sikur e ki vetëm një gjymtyr, domethënë, sikur me pastru një gjymtyr. Kështu që në atë rast nuk është obligim renditja për nëse e bën njëtin për gusull. Ndërsa nëse e bën njëtin për abdes, atëherë po është renditje. Ndërsa nëse e bën për gusull, nuk është obligim renditja, ashtu siç nuk është obligim nëse pastrohesh me ujë. Mirë. Pastaj autori po përmend edhe çështjen që inshallah është e fundit për këtë ders. Thot wa niyatul istibaha shartun lima yatayammam lahu. Dhe tash po fillon po thot për niyetin. Niyeti domthon kuptohet si në ajza dhërim tjetër është kusht. Niyeti po thot është kusht për atë që bëhet tejemumi. Tash këto është një mesele tjetër, pastaj kësaj që përmend autori, thot wala yusalli bihi fardan inna wa naflan aw atlaq. Edhe mos me fal, thot, namazin e farzit nëse e ka bën një tejemumin për nafile. Ose nuk ka bën një thjesht ka marrë tejemum edhe nuk e ka pas njët a me fal namaz nafile apo namaz farz, edhe në këtë rast thot mos me fal namazin farz. Tu kuptohet ka khilaf mes dietarëve. Ajo që po thot autori, që është ky mendimi i parë, se nëse ti ke bë temum për nafile, për shembull me fal namazin e duhas, s'ka pas ujë, dhe pastaj nuk e ke prish, domethënë, sikur që e prish abdesin me ato çështje tjera, dhe e ki hala çat temumin edhe ka hi dreka. Atëherë autori po thot tash ti nuk lejohet me fal dreken, do kuptohet nëse uji nuk i hale ujë, nuk lejohet me fal dreken, për shkak se nafilja është një pozitë më poshtë edhe farzi është një pozitë më lart. Dhe nuk lejohet tash në këtë rast me fal namazin farz për shkak se niyeti tejemumit ka qenë për diçka më poshtë. Ndërsa nëse ke bën niyet për me fal namazin farz, atëherë të lejohet me fal me çat tejemum namazin nafile për shkak se kjo është diçka më e lartë. Dhe nëse është e të njëjtit rang, për shembull farzi me farz, dreka me kindi, edhe diçka më poshtë që është namazi nafile ose leximi i Kuranit, atëherë në këtë rast lejohet domthonë me i fal edhe namazet nafile ose me lexu Kur'an duke qenë me abdes. Domthonë kuptohet me tejemum, mirë po sikur ti jesh me abdes. Ndërsa mendimi i dytë thonë se nuk ka nevojë domthonë për këtë detajizim, për shkak se e zën vendin e abdesit. Kjo mesele kthehet te khilafi që kena përmend dersën e kaluar, se a është tejemumi ai i cili largon hadithin, apo thjesht është diçka e cila ta lejon ty namazin farz veç për shkak të asaj gjendje që nuk i ujë edhe kaq. Ndërsa në realitet nuk quhet largimi i hadithit. Domthon nuk quhet që tamam je kështu me abdes, po për shkak se nuk je zgjidhje tjetër. Atëherë kemi thonë se mendimi inshallah më i saktë është se tejemumi e lun rolin e abdesit. Mirë po thjesht ai dallimi mes abdesit dhe tejemumit është koha. Që në momenti kur vjen ujë ti mo tejemumi
bjen. Përndryshe, sa nuk i ujë, ashtu siç tha edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, që inna sa'ide tayyiba wudu'ul muslim. Që kjo tejemumi që merret, thot është abdesi muslimanit, fa in lam tajid, el maa 10 sinin, edhe nëse nuk gjen ujë 10 vjet. Derisa të vjen uji ti konsiderohesh sikur je me abdes. Dhe kjo është mendimi më i saktë. Tash duke u bazuar që të mendim, atëherë themi se nuk ka lidhje këtu njëti për çka e ke bë. A ke bë për nafile apo a ke bë vetëm për lexim të Kuranit apo ke bë vetëm për namaz, atëherë kjo ka gjykimin sikur qysh merr abdes. Nëse ke marr abdes për nafile për shembull, ty të lejohet me falë namazin farz. Kështu që edhe në këtë rast për tejemumin vlen e njëjta inshallah. Autori nuk i ka përmend shumë këtë detajizim, mirë po është e nevojshme me ditë. Kështu që mendimi më i saktë inshallah është se tejemumi e luan rolin e abdesit dhe nuk ka derdh edhe nëse nuk e ka bën jetë për namaz apo për nafila se sido që tjetë. Pastaj autori vazhdan me i përmend gjërat cilat e prishin tejemumin, mirë po, përmes me zgjat inshallah flasim në dersën e ardhshëm me lejen e Allahut. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.